E dyta do them të rinjve, duke filluar sikur djali im të ishte, djali im, po më kuptoni, sa do të din, duhet të pyesi moshatarët dhe të bëjnë si thonë moshatarët. Ka I kisha o. Së ndryshojme, apo do ka të nditemi? Ka të nditemi. Qërë? Votimet u hapen në orën 8 mëngjesit, pasi u verifikuan vullat ashtu si që do procedura. Votimi deri më tani është shumë I kënaqshëm. Ka pas pjesëmarrje masive që nga orët e para të mëngjesit. Gjithashtu jemi shumë të motivuar dhe të për arsye sepse po shikojmë që fluksi vjen rritje, gjithashtu ka disa personazhe të cilat kemi evidentuar që kishin probleme shëndetësore apo tmeta fizike. Megjithatë, në këtë referendum populli I Firit po tregon veten që është që është popull demokrat dhe është në mbështetje të profesor Dr. Sali Berishës. Deri më tani çdo gjë ka vajtur shumë mirë. Njerëzit votojnë qetë, pa probleme nga ana teknike dhe besoj që fluksi do jetë akoma më shumë në rritje, sepse parashikojmë që të ketë një fluks në këto zgjedhje, në këtë referendum. Zakonisht, do thënë, nga viti 2013 deri më sot, në çdo zgjedhje që është bërë, votues kanë qenë nga 800 deri 1200 antar dhe presim që ky fluks të rritet akoma më shumë. Nga bashkimet që keni bërë, a ka patur votues që janë rikthyer nga ato stekat e vjetra të Partisë Demokratike? Po, patjetër, ashtu siç e keni parë edhe ju, sepse jemi bashkë nga mëngjesi, ka pasur rikthime. Ashtu siç e dini edhe ju, Partia Demokratike kaloi një periudhë shumë të vështirë, megjithatë ne po bëjmë maksimumin që demokratët të rikthehen në shtëpinë e vet dhe të jemi së bashku për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme.